Burgimi i përjetshëm për Hysen Metën, djali që vrau babain në Durrës, kurse 8 vite burg për vajzën. Sipas aktakuzës së prokurorisë, ngjarja ndodhi pas një konflikti të ashpër brenda familjes Meta, ku Hysen Meta, në gjendje të acaruar, ka qelluar me armë zjarri baban e tij, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas krimit, ai është ndihmuar nga familjarët e afërt për të fshehur trupin e pajet të viktimës në një stall bagëtish pranë banesës së tyre, me qëllim shmangjen e hetimeve policore. Gjykata e rrethit gjyqësor në Durrës ka shpallur vendimin përfundimtar për ngjarjen e rënd të ndodhur me 10 shkurt të vitit 2024 në fshatin Shën Vlash, ku humbi jetën 58 vjeçari Pëllum Meta. Pas një procesi gjyqësor që ka zgjatur disa muaj, trupi gjykues vendosi të dënojë me burgim të përjetshëm djalin e viktimës Hysen Metën, i cili u shpall fajtor për vrasje me dashje. Në përfundim të procesit, gjykata dha edhe dënime për anëtarët e tjerë të familjes të përfshirë në fshehjen e krimit. Hygerta Meta, vajza e viktimës, u dënua me 8 vite burgim pasi u shpall e pafajshme për akuzën e vrasjes, por fajtore për ndim pas kryerjes së krimit. Po ashtu, Amarildo Meta, djali tjetër i familjes, u dënua me 5 vite burg, ndërsa bashkëshortja e viktimës Blerina Meta u dënua me 3 vite burg për pengim të zbardhjes së ngjarjes. Gjatë seancës, përfaqësuesit e mbrojtjes kërkuan dënime më të lehta, duke pretenduar se Hysen Meta kishte vepruar në gjendje tronditje të thellë psikologjike dhe se konflikti kishte qenë i qastit. Megjithatë, trupi gjykues nuk i pranoi këto pretendime, duke argumentuar se provat dhe dëshmitë e mbledhura gjatë hetimit provonin qartë se bëhej fjalë për një vrasje të qëllimshme. Megjithatë, trupi gjykues nuk i pranoi këto pretendime, duke argumentuar se provat dhe dëshmitë e mbledhura gjatë hetimit provonin qartë se bëhej fjalë për një vrasje të qëllimshme, të kryer me motive të forta personale dhe familjare. Vendimi i gjykatës së Durrësit mund të ankimohet në gjykatën e apelit, ndërsa familja Meta pritet të paraqesë kërkesën për rishikimin e dënimit në ditët në vijim.